Tjetër mbështetje financiare e Bashkimit Evropian ka ardhur nga Brukseli, ndërsa është vendosur çelja e fazës përmbyllëse të negociatave, është njëkohësisht vijuar dhe me çeljen e një tjetër fondi për Shqipërinë në kuadër të planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor. 49 milion euro, të cilat e çojnë mbështetjen deri këtu në 212 milion euro, ose shifra më e lartë e përftuar nga vendet e rajonit prej planit të rritjes. Plani i rritjes është një plan financimi mbi bazë rezultatesh dhe janë rezultatet certifikuara nga Komisioni Evropian, të padiskutueshme në objektivitetin e tyre. Sepse ndryshe nga sa e përflasin ditë dhe natë ata që në fund gjithmonë humbasin, Shqipëria jonë, Shqipëria Europiane që po ndërtojmë, është një histori suksesi. Një histori që nuk shkruhet me britma, nuk bëhet me shpifje apo me molotov, por me vizion, me punë, me durim të madh dhe me përkushtim, hap pas hapi, reform pas reforme. E pra, urimet gjithve dhe mbi të gjitha faleminderit. Faleminderit çdo shqiptari dhe shqiptare që beson, që mbështet dhe që ecën me ne në këtë mision historik. Forca Shqipëria, asgjë nuk e ndal dot Shqipërinë Europiane.